Ja si që shikoni vetë, kemi këto gropa tu, kanë ja 4-5 vjetë, as qanë kokë, as bashkia, as gje. I kemi thënë ankurën dhe kryetares edhe në kryetares, edhe jo në është proces, jo dhe ta bëjmë sot, nesër edhe e lënë kështu. Kjo është 20 metrë rrugë, këtu na bjen dhe kalamajnë, i kam zirë unë për dore, i kam ashtu, është dhe, gjitha ato lerat gjithë tu, vinë makinat, na hedhin të lasin a këmbët, bëjmë si drejgjë, nuk hymë do të palat, ku bje shi, ja si që shikoni vetë, to lerat një tjetër, verë jam bërë aqë, pa durushmë se ke i denë. Tu mund mes të lushnjës. Nuk e di që do bëtë, që nuk e rrugullojnë të rrugë. Ku këtu i banojnë 70, e 10, 150 familje, banojnë në këtë ashtu. 2 pallate më të mëdhenj lushnje. E shturbi botës që të jetë kjo gjendje këtu në lushnje. Nuk e rrugullojnë dot. Se nuk e bën dot, sepse po ta bësh një tjetër në thotë është ndërtim pa leje, du të marrë dhe leje. Lejen s'ta hapi një tjetër, ta bëjnë, kur ta bëjnë ata? Ja dhe ke quni këtu, filmojë të një rrugë. Në kanë kalamajnë tu, nga marru në bërdore i ka marru. Shumë po të gonë më kine të ndaj në hulafatër që në kanë. Problem, edhe vinë nga nështrojnë. Ne nuk duam t'ja dim se qa problemi ka rruga këtu. Ne duam rrugën të shtruar. Çfarë kanë thënë në bashki për këtë problem? Po, është në proces, brenda këtij viti do ta rregullojmë, na kanë thënë, po prit, shiko, tani jemi në fund të majit, shiko si është rruga. Është turpi botës. Sa vite ka pallati që është ndërtuar? Ka mbi 20 vjet. 15 vjet ka. 15 vjet, 16 vjet ka. 15 vjet. Edhe shiko se si është rruga. Se mos e regjistrove zënë gjithë. Po jo. Edhe unë jam banori këtij pallati, më shtes mendimin e kolegëve, ka gropa, ka ujë, kemi edhe fëmijë dhe mbesa dhe na bjen fëmijë këtu, do të shtruar patjetër kjo rrugë. Ne kemi ngritur me kohën të shesim në bashkie, këto i kemi edhe këtij administratorit dhe s'ka bërë gjë, prandaj ne duam të shtruar, nuk na duhet gjë se çka ka njëri se çka ka tjetri, ne duam të shtruar rruga. Tjetë shtruar. Te mendim kam unë, mendimin e kolegëve. Banori këtë në pallati dhe në këtë rrugë, që ka vazhduar në shqetëson, baltë, shi, gropa, nuk dalim dot nga shtëpia. Shikojmë ne, premtimet e kam bërë vazhdimisht, po zgjidhja, s'kemi patur në zgjidhje. Gropat me ujë, balta këtu. Kaloj makina, kalojnë... Kur thahet kjo pluri që ngrihet. O nuk nxjerrim dot fëmijët, se ne kemi edhe fëmijë, niprit, mbesa, nuk i nxjerrim dot nga shtëpia. Ja, ju e pat dhe vetë se si i ra ajo karroca brenda në atë, në grop. Me keqe, nuk kalojmë dot, nuk nxjerrim dot fëmijët nga shtëpia, prandaj ne kërkojmë që ju të Më thonë mua, më shqetësojnë, më ashtu, që më intimidojnë, që më bën presion me mirë fjallës një tjetër, qa bën ti, qa do bëj unë? Unë jam administrator, dhe unë e qoj fjallën, po kur mos më gjon njëri, qa do bëj unë? Ta kujtojnë se kur unë s'po vete, ti s'vete tjeti. Ore kam bajtur, e kam biseduar, edhe më kanë thënë që jo është në proces, jo do ta bëjmë, edhe nuk bën gjë. Kemi bajtur edhe të nën prefekti, kemi bajtur 3 veta, e kemi biseduar me të. Thaj do ta sqaroj unë do t'i them asaj këtë bashkisë, edhe asgjë. Edhe na tha që është proces, mos ashtu, edhe në prefekti. Tani, ç'është problemi?
Çfarë do bëj unë shkrizën? Çiko si ja, nuk dalim dot nga shtëpia. Nuk dalim Na dot nga rregullohet shtëpia. rruga, kalojmë si